Të dashur shqiptar, është të gjetur gjuha e fisit i lirë Dasareti. Janë gjetur tekstet e i lirëve Dasareti. 8 dokumente në Maqedoni. Këta pllaka janë fshehur dhe janë shkatëruar nga arkeologët maqedon, por shqiptarët i kanë fotografuar dhe e kanë çuar Universitetit të Ohio's dhe Universitetit të Chicagos. Amerikanët i botojnë dhe unë i marë këto 8 dokumente që janë 8 margaritar, janë 8 mrekullit e botës. Janë tekste të plota i lire. Jo vetëm kaq. Amerikanët kanë përcaktuar dhe datat duke i krahasuar me dokumentat të tjera të gjetura në Luknidos, plus janë bërë edhe matjet e karbonit, sepse karboni në shekuj ndryshon përbërjen e tij në pllaka dhe është datuar çdo pllak pak a shumë me një diferencë prej 5 vjetësh. Dhe pllaka e fundit i përket shekullit të 3 të erës sonë. Gjuha e fisit Dasareti është folur mbas pushtimit romak. Përse do thoni ju? Dasaretët ndihmuan romakët për shkatrimin e Perseut, mbretit maqedon, në vitin 170 të erës sonë. Para erës sonë. Pra, pllaka e parë i përket viteve 170 para erës sonë dhe pllaka e fundit viteve 250 mbas erës sonë. Gjatë gjithë kësaj kohe nuk ka ndryshuar fare fisi Dasareti. Romakët i lejuan të kishin atë dheun e tyre për shkak se ata ndihmuan shkatrimin e perandorisë maqedone. Prandaj gjuha e fisit Dasareti është folur pa ndërprerje. Dhe janë gjetur pllaka të gjitha periudhave nga shekulli i 2 para erës sonë, luftrat maqedone romake, deri në shekullin e 3 të erës sonë, pra 5 shekuj, vazhdimsi. Pastaj këto dokumente zhduken në shekullin e 3 kur fillojnë dhe vinë dyndjet gote. Pra, fisi Dasareti është shkatruar nga fiset gjermanike gote. E sigurt përfundimisht. Pastaj erdhën dhe vendosën slavët në shekullin e 6 të erës sonë, slavët maqedon. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Unë këtë dokument e kam botuar në Akademia e Du sot. Tani, kush e bëri këtë zbulim? E kanë bërë shqiptarët. Jo vetëm kaq, shqiptarët sugjerojnë që emri Dasareti është i ngjashëm me emrin Dashi. Po kjo duket si etimologji popullore. Unë e kam nxjerr origjinën e fisit Dasareti nga folja ndaj në greqisht. Mirë po, me ndihmën e inteligjencës kompjuterike, është gjetur që në gjuhën e Indisë së vjetër, Dhusara është emër i Dionisit, ai stuhis, i pluhurit të stuhis, ka ngjyrën e pluhurit, Dhusara. Dhe në ilirisht ishte Dhasara, fjalë për fjalë. Shkruheshte Dasara, por shqiptoheshte Dhasara, dhe këtë dhë e ka vetëm gjuha e Indisë së vjetër, dhe ilirishtja në greqisht është d. Edhe fjala dash është me d. Pra, është një dialekt iliro-helen që ka futur tingullin dhë në gjuhën shqipe dhe në gjuhën helene. Pra fjala dash nuk e ka dhë, e ka me d. Fjala dash ka kuptimin shpirti i kafshës. Dhe është kjo fjalë dvasja, shpirt, në gjuhë slave, në gjuhë baltike. Tani nga e di unë që Dhusara në gjuhën e Indisë së vjetër është Dhasara në gjuhën e ilirëve. Këtë ka bërë inteligjenca kompjuterike, nuk e bën dot njeriu. Pra ka shfrytzuar të gjithë letërsinë e Indisë së vjetër, të gjithë dokumentat ariane,
me miliona prej tyre, dhe të gjithë dokumentat greke dhe e ka gjetur. Në disa sekonda. Por duke si rastësi, 8 dokumentet që më dërgon mua një shqiptar nga Maqedonia dhe që janë dhe në universitetet amerikane, këto 8 dokumente, në të gjitha thuhet Dionisi Theon, do më thënë Zoti, është Dionisi, pra këndej vjen fjala Zot në gjuhën greke. Dhe ka titullin Dasareti. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Në çdo dokument quhet ose Perandori Dasareti ose Dionisi Dasareti. Ka kuptimin e zotave. Dasareti do të thotë zot. I stuhis. Nuk gjej dot fjalë. Shikoni vetë, sepse unë mendoj akoma dhe sot e kësaj dite jam i bindur që është e lidhur me fjalën ndaj në greqisht. Inteligjenca kombëtarike thot diçka tjetër. Lidhet me fjalën dhusara, ngjyrë pluhuri, ngjyra e perëndisë së stuhisë së Dionisit. Vendosni vetë, a lidhet me fjalën ndaj apo lidhet me fjalën dashi dhe dasara. Dasara është ngjyra e stuhisë, e pluhurit. Ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptar, unë kam bërë një zbulim të tmerrshëm që ilirët dasaret flasin greqisht, por një greqishte jo greke, një iliro helenishte të jashtëzakonshme. Sepse tekstet që janë gjetur janë në helenisht të gjitha. Absolutisht. Dhe i kam botuar pikërisht në Akademia Edu, mund t'i gjeni atje, mund t'i tërhiqni falas. Dokumenti që kam gjetur është pikërisht fjala dhasara në gjuhën ilire që përkon me fjalën dhusara, ngjyra e pluhurit në gjuhën sanskrite, dhe këtë zbulim e ka bërë inteligjenca kompjuterike. Pra mua nuk më shkonte mendja në botë që emri fisit Helen Dasaro, që është emër i gjinisë femërore, vajza e lirit, është origjina e fisit i lir Dasareti dhe ka kuptimin ajo e Dionisit. Perëndia e pluhurit është perëndia Dasaro. Perëndia e stuhisë, perëndia e shpirtrave. Nuk gjej dot fjalë, jam shumë i tronditur. Përkon me fjalën Helene, Thyo, që ka kuptimin bëj sakrifica për Dionisin. Pra, dhëja e gjuhës sanskrite i përkon thës nistore të gjuhës helene. Në gjuhën latine, dhëja nistore ka dhënë f. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, sepse ky raport f, th dhe v dhe ekziston vetëm në gjuhën shqipe. Por ekziston dhe në latinisht. Do ta shikojmë në filma të tjerë. Pra ndryshimet fonetike që kanë ndodhur në gjuhën shqipe kanë ndodhur në latinisht dhe në greqisht, por janë kthyer si gjuhë të veçanta, ndërkohë që në gjuhën shqipe është e natyrshme ndryshimi i f-s në dhe në th. Pra, kjo është origjina e fjalës bish në gjuhën shqipe, që vjen nga latinishtja, kuptohet, por fjala dashi e shqipes ka kuptimin shpirti i kafshës, shpirti i stuhis, ka kuptimin fantazm në gjuhët gjermanike edhe në gjuhët baltike. Pra, është origjina e fjalës pluhur në të gjitha gjuhët gjermanike. Pashtu ka dhe kuptimin e vendit ku varrosen të vdekurit. Pra kjo është arsye që në gjuhën ilire, Dasareti është titulli Dionisit. Dionisi është perëndia e shpirtrave. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, sepse kjo fjalë gjendet në të gjitha gjuhët slave me kuptimin shpirt dhe frym. Pra, siç e shikoni,
Dhusara e gjuhës sanskrite gjendet vetëm në ilirisht dasara. Dhe këtë zgjidhje e ka bërë inteligjenca kompjuterike. Ndërkohë, ky është dokumenti që mua më la pa mend, Theon Dionision Dasaretoi, Dionisi, zoti i dasaretëve. Është i shekullit të 3 të erës sonë, sipas amerikanëve. Ky është dokumenti i dytë i ilirëve dasaret, është në greqisht. Ky është dokumenti i tretë, është në greqisht, por greqishte e ilirëve dasaret, jo greqishtja e Athinës. Ky është tjetër dokument në greqisht, shekulli i dytë i erës sonë. Përsëri kemi të bëjmë me titullin Dasaretoi, do më thënë zotat. Tjetër dokument i përkryer, shekulli i dytë i erës sonë, gjithmonë me kuptimin zotat. Tjetër dokument i shekullit të dytë të erës sonë, me kuptimin zotat, do më thënë këta në dokumente që vazhdonin mbas pushtimit romak. Dasaretët nuk e humbën as gjuhën dhe as atë dheun e tyre. Tjetër dokument i ilirëve dasaret në helenisht. Tjetër dokument i ilirëve dasaret në helenisht, dhe ky është gjithmonë si titull në krye të çdo lloj dokumenti. Pra nuk ka pikë dyshimi që ilirët shkruanin në helenisht. Ndërkohë që unë më përpara e kam nxjerr fjalën dasar me kuptimin ndarës. Por nuk ka rëndësi se çfarë kuptimi ka fjala dasar. A përkon me fjalën datar, që do thot ndarës në gjuhën sanskrite, me fjalën ndaj në gjuhën shqipe, apo me fjalën dashi, perëndia vdekjes, perëndia e Dionisit. Nuk ka rëndësi nëse kjo ka origjinë e fjalës ndaj, nuk ka rëndësi nëse kjo ka origjinë e fjalës dashi, rëndësi ka që tekstet e ilirëve janë në helenisht. Dhe është e sigurt. Dhe ato kanë shkruar gjuhën e tyre në helenisht deri në shekullin e 3 të erës sonë, momenti kur fillojnë dhe futen fiset gote gjermanike në gadishullin ilirik. Pra atëherë ndalen edhe mbishkrimet e dasaretëve, merr fund qytetërimi dasaret. Pra ju vendosni, a do e mbani këtë në sektorin e kuptimit ndaj, apo në kuptimin e Dionisit. Ndërkohë që kjo fjalë duhet i ketë të dyja kuptimet. Në greqisht, gjithmonë fjalët kanë disa kuptime, por ajo që ka rëndësi është që fjala dasaro me një o të gjatë, kjo ndodh vetëm në emrat femëror në greqisht. Pra dhe emri dasaro, perëndia e vdekjes, e shpirtrave, ose perëndia e ndarjes, është emër femëror grek. Vajza e ilirit. Pra, në gjuhën greke, partho, daortho dhe dasaro është emri i perëndive i gjinisë femërore. Janë emra grek, pavarësisht se çfarë kuptimi kanë, dhe dasaretët kanë shkruar në helenisht, pavarësisht se kuptimi i fjalës dasareti ka kuptimin ndarësi apo perëndia me ngjyrën e pluhurit. Pra ajo që kam zbuluar unë nuk është e rëndësishme se çfarë kuptimi ka fjala dasareti, por që dasaretët kanë shkruar në helenisht. Dhe jo vetëm dasaretët, por fisi skodrinoi, koinon skodrinon. Në fakt unë kam gjetur koinon e dasaretëve në monedat e dasaretëve. Dasaretion është në numrin shumës gjinore, sepse fjala koinon në greqisht është në numrin shumës gjinore dhe në ilirisht. Atëherë pra, ilirët flasin një gjuhë helene. Pse do thoni ju? Shikoni si formohen emrat e gjinisë femërore në helenisht. Kjo është lista e perëndive helene që mbarojnë me të njëjtën o të gjatë si daortho, partho dhe dasaro.
janë të gjitha perëndi greke. Ilire, por që s'kan kuptim në greqisht. Pranoni që kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, dasa në gjuhën greke ka kuptimin perime e prerë. Dhe dasastai është koha e kryer thjesht me fjalës me pre në gjuhën greke dhe përkon me fjalën shqipe ndaj. Dhe ilirishtja dasar përkon me gjuhën sanskrite datar dhe me gjuhën greke të lashtë, jo moderne, daitros. Koinoe ishte dasaretion. Pra është koine ligjeve morfologjike të greqishtes, është gjinoria shumës në greqisht gjithmonë, çdo emër i qytetit i lirë. Sepse fjala koino është në numrin shumës gjinore, edhe emri pasardhës do të jetë në numrin shumës gjinore, prandaj emrat e qyteteve ilire janë në shumës gjinore, zbulimi im epokal. Përfundimisht, nuk ka rëndësi se çfarë kuptimi ka fjala dasareti, dasaretët shkruanin në helenisht. Është e sigurt dhe jo vetëm dasaretët, por dalmatët, shkodranët shkruanin në gjuhën helene të dashur shqiptar. Pra janë gjetur 8 dokumente të jashtëzakonshme në Dasaretia. Qytetërimi ka vazhduar deri në shekullin e 3 përpara se sa të vinin gotët dhe më vonë slavët. Qytetërimi pa ndërprerë, të gjitha pllakat janë me data të ndryshme, nga shekulli i 2 para erës sonë deri në shekullin e 3 të erës sonë, 500 vjet. Pa pikë ndërprerje, të gjitha janë në helenisht, dhe dokumenti më i rëndësishëm thotë Theon Dionision Dasaretai. Theon i thon Zotit. Dionisi është perëndia e vdekjes së shpirtrave. Dasaretai është ngjyra e pluhurit të Dionisit, perëndia e stuhisë. Mbaroi kjo bisedë një herë për gjithmonë. Ilirët kanë shkruar në helenisht. Çfarë gjuhë flasin ilirët? Mund të kenë folur gjuhën kineze, japoneze, lloj gjuhësh mund të kenë folur ilirët. Ilirët në të gjitha dokumentat e tyre kanë monedhat, emri të qytetit në numër shumës gjinore gjithmonë, në çdo qytet, në të gjithë gadishullin ilirik, dhe ilirët të gjitha dokumentat i kanë në gjuhën helene. Dialekte të ndryshme janë folur në ilirisht. Jo greqishtja e antikës, por gjuha është helene. Ju betohem. Pra Zot që është në qiell, të gjitha dokumentet e ilirëve janë në helenisht. Në qoftë se emri Dashit vjen nga Dasareti, atëherë ilirët, gjyshi tan kanë folur helenisht, por unë nuk e besoj një gjë të tillë. Unë besoj që ilirishtja helene është përzier me gjuhën indigjene të skleverëve, sepse ata i quanin vendasit penestai. Sklever, nga fjala penes, i varfër. Dhe është e vërtetuar kjo. Janë fisi më i madh i lir, penestai. Por është bërë pra ky bashkim i indigjenëve me gjuhën e pushtuesve. Dhe ku e vëren sot një njeri modern? Në Australi, indigjenët flasin gjuhën e pushtuesve, anglisht. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, indigjenët flasin pak gjuhët e tyre që po harrohen, por gjuha e përditshme është anglishtja. Në Brazil, indigjenët në pyjet e Amazonave flasin gjuhët e tyre, por në qytete flitet gjuha e pushtuesit, gjuha portugeze. Në Meksik janë ndoshta disa fjalë të aztekëve, po janë zhdukur gjuhët e aztekëve. Aztekët duken si aztek, por flasin spanjisht, gjuhën e pushtuesve. Pra dhe një liri ka shumë mundësi që për 500 vjet me radhë të jetë folur gjuha greke, gjuha e pushtuesve. Dhe ka shumë mundësi që minoritarët jenë indigjen të helenizuar.
siç ndodhi me indigjenët në Brazil, në Meksik, në Australi, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kudo ku shkuan kolonistët sollën gjuhën e tyre sunduese, dhe indigjenët e humbën luftën gjuhësore. Edhe luftën e vërtet ishin të prapambetur. Pra popullsia origjinale e Ilirisë e humbi betejën me grekët. Dhe mund ta humbni përsëri, sepse ju e quheni veten grek sipas Eleni Kocaqit. Ajo është agjente e Greqisë. Ju betohen për atë Zot që është në qiell. Kujdes nga sudet të dashur shqiptar, sa ato shkatruan Shqipërinë në vitin 1987 me skemat e tyre piramidale. Dhe kjo është një skem tjetër piramidale që gjoja fjalët një rokëshe të shqipes, dashi, pas ka krijuar fjalën dasareti. Ka ndodhur e kundërta. Fjala dasareti është shkurtuar në fjalën dashi. Ju faleminderit për vëmendjen, të dashur dasaret. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.